Mungesa e shpresës me këtë majorancë është tokfjalçi që po shoqëron sot të gjithë shqiptarët. Kështu deklaroi në kuvendin zgjedhor të Elbasanit kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Sipas tij, ajo që afrohet nga majoranca në pushtet është situata e rëndë ekonomike, pasiguria për jetën dhe pronën, cënimi i standardeve demokratike. Përkeqësim në rend, përkeqësim siguri, përkeqësim në ekonomi, mekje ngritës asnjë dritë në fund tunelit. Mungesa shpresës është tokfjalçi më i shpesht në gojët e të rinjve të Elbasanit dhe të gjithë Shqipërisë. Ku sipërmarrja në goditje të vazhdueshme të taksave më të larta dhe të pasigurisë ligjore ndihet në kufijtë e mbijetesës dhe të falimentimit dhe po derdh në rrugë të papunë çdo ditë. Ku numri i vrasjeve, i tentativave për vrasje, i grabitjeve, i sulmeve kundër jetës dhe pronës qytetarëve është rritur muaj për muaj krahasuar me muajt paralendës vitit 2013, viti vështirë sepse ishte vit elektoral. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi se përballë një realiteti të tillë dhe në një kohë kur në poste drejtuese po vjen element me precedent kriminal, demokratët duhet të reagojnë duke zgjedhur në poste drejtuese të partisë më të mirët dhe më të përkushtuarit. Në paraprirje të vendimeve tona për të zgjedhur më të mirët, qëndron nevoja për të reflektuar mbi çdo rast të degradimit dhe shkarjes nga parimet e vlerave dhe të meritës nga njëra anë dhe qëndron vendosmëria nga ana tjetër për t'ju kundërvënë projektit ogurzit kundërshtarit ton të promovimit antivlerës, të promovimit të llumit, të krimit, të narkotrafikut në postet drejtuese, në qeveri apo në nivele lokale, duke zgjedhur dhe promovuar njerëzit tanë më të mirë.